Të intereson vërtet ekspozita për kafshët në zhdukje? Po, e di që edhe ty t'i intereson. Dua të them që ti e di, jo, thjesht po pyesja rrotull. Dua të them se diku ma kapi veshi dhe gjithkush. Po mendoja se mund të shkonim të dy bashkë. Jo, faleminderit. Thjesht po bëja shaka. Shkojmë këtë të shtunë. Takojmë tek stacioni i trenit në orën 10. Ja dole Zoi! E pa se sa zgjuar Nuk të besoj që do të dalësh me të. Ne po të shihnim gjithë kohën. Sa po je për heroina ime. Je ivullim. Nisu ndon Zoi. Jam kaq e bukur, jam kaq e mirë, jam kaq qyll, jam kaq... Jam kaq non. Mirë, shihemi. Uj, që nga enda aty, mos! Krem për puqëra idiot. Po, i garantuar për 24 orë. Bukur shumë. Një cope! Lirë! Mirë, haroj flokët. Përqëndroj tek robat. Duhet vetëm të vishem, duhet... Kjo do të lërë një shenjë. Mirupafshim mami, mirupafshim babi. Zoi, nuk do të hash mëngjes? Sa më pirë. Nuk më besoj që jam vonë për në takimin e parë. Isn't the path we choose, but there's so much we could lose. Team up, are you up for it? Put your hand in mine, it's a perfect fit. Team up, 'cause it's up to us, but it's hard to save the world when you're falling in love. If we band together like birds of a feather, we'll be friends forever, going up, up, up. Team up, 'cause it's not too late. We could save the day if we collaborate. Team up, 'cause it's up to us, but it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world when you're falling in love. Nuk më besoj që jam vonë për të atakuar. Dua të them, ky nuk është një djalosh do si do. Ai është djali më i njohur në shkollë, presidenti i shoqërisë së nderit. E përmenda që faktin se ka qenë edhe një luftëtar i pavarur. Dhe emri i tij është Mark. Ja ku është? Mirë. Përmbahu, bëj mirë të sigurojmë që gjithçka do të jetë mirë, asgjë jashtë kontrollit, të paktën nuk është një ditë e keqe për flokët. Mirë, Zoi, shkojmë tani. S'pas ka ikur ende. Kjo është një shenjë e mirë. Rrie qetë, tregohu e zgjuar, fol qartë. Hej, Zoi! Si është puna? Ta ka ngrënë macja gjuhën? Më fali, jam me vonesë. Po stërvitesha, ke parasysh edhe pak sa... dhe pata ca pengesa. Nuk je me vonesë. Je herët. Pra, unë... është vërtet një ditë e bukur, Ashtu është. Shkëlqyshëm, po ja përsëris vetes dhe nuk është ende mesditë. Forca Zoi, thuaj diçka interesante, por jo shumë interesante. Nuk dua ta friksoj. Zoi. Çfarë? Arritëm. Prit. Mirë se erdhët në Muzeun e Shkencës dhe të Mrekullive të ekspozitës së kafshëve të listës së kuqe. Bienvenido el museo de... Më duhet të them, jam shumë i befasuar. Vërtet? Po, dua të them që kam dashur vërtet shumë ta shija këtë ekspozitë, që kur e hapën muajin e kaluar. Por nuk e mendoja kur se ndokush në shkollë do të vinte me mua këtu. Bëra mirë që i futa hundët për të kuptuar se çfarë të pëlqen, ë? Asgjë, nuk jam tip që të ndjek nga pas. Shikoj pak atë. Duhet të jetë një simbol i ekspozitës ose diçka tjetër. Po, atë po mendoja edhe unë. Të lumë, Zoi. Hej, Mark, shiko pak. Kafshë listës së kuqe janë kafshët që rrezikojnë të zhduken përgjithësi nga planeti. Aktualisht janë 2500 specie kafshësh që rrezikojnë të zhduken. Hey Zoi, shiko këtu.
Një foto e rrallë e një mace e të egër Iriomote. Fantastike! Vetëm shikoje me kujdes. Pra s'kan betu shumë të tilla? O, sa keq! Të bën të mendosh për gjithçka. Dua të them, jeta është kaq e brisht dhe delikate. Mark është shumë e thellë. Zoe? Jo, dua të them, po mendoja se njerëzit duhet të bëjnë më tepër për të shpëtuar planetin. Po, e di. Mos më buzëqesh që nga ju që tash. Mirë, tani qetësou Zoe, merre shtruar. Shkojmë të shohim jetën ujore. E pa besueshme. Elliot! Çfarë ka? Eja këtu, hidhi një sy kësaj. Më duket se e gjetëm. Pra si të duken? Mendoj se pandat janë te rruga që dilet. Shkojmë më parë në dyqanin e dhuratave përpara se të ikim. Mendoj se ndoshta do të shkosh në shtëpi tani. Jo, vazhdojmë të ecim. Është një ditë e mrekullueshme. Është era e 5 që njëri prej nesh e thaktë. Po, atë po mendoja edhe unë. Ky udhëtim më bëri të kuptoj se si ndihem unë. Ndihem pak në siklet kur e them, por doja që ta dije. Jo, mos u ndje në siklet. Në fakt, besoj se di se çfarë do të thuash dhe po kështu ndjem edhe unë. Do t'ja kushtoj jetën time natyrës. Do të shpëtoj këtë planet. Çfarë ka që nuk shkon Zoe? Kam etje, po shkoj të marr një pije. Të kapa. Po, sigurisht që po. Kthehem shpejt. Është një makineri pijesh, pikërisht para derës kryesore. Pa merak, do kthehem shpejt zo. Mirë. Më thiri gjëzo? Tani sa po isha në kratë e ti. Kjo është e tmerrshme. Nuk i ndjej më këmbët. Wow, unë sundoj. Wow, sa vendi lezetshëm. Shkëlqyshëm, ajo është vetëm. S'më besohet që po e lën të ardhmen e botës në duart e saj. Thuaj që duash, Elliot. Shpresoj që kërkimet e të atit të dalin të sakta. Mos u shqetëso për këtë, le të shpresojmë se kemi katranosur gjithçka. Unë sundoj. Ngarko stimuluesin gjenetik. Në rregull, këtu nuk ndodh asgjë. Veren punë. Çfarë është kjo? O zot, sa frikë! Çfarë më ndodh? Ku është Marku? Ndihem shumë e lumtur. Ç'kemi Mark? Mark! Çfarë ndodhi? Se po perëndon dielli Mark? Sepse ora po vete gati 7. Sigurisht që po. Legun tënd. E para unë ngroh, kështu që mora një të ftohtë. Faleminderit. Do me thënë, ti qëndrove i ulur këtu vetëm. Ishte shumë bukur të shije e re, të dëgjoje gërhimën tënde. Të shikoj e retë? S'më besohet që gërhita, se si kletshme. Tani duhet të shkojmë. Po. Forca. Po të shoqëroj tek stacioni i trenit për në shtëpi. Çfarë bëre? Mirë, më thuaj që po tallesh. Të zuri gjumi në takimin e parë? Si ka mundësi? Nuk ishte fajim, ishte një dritë edhe... nuk ka rëndësi, nuk e për të më besuar gjithsesi. Po sikur ti ishe duke u jargavitur, Zoe. Ose të ishe duke folur në gjuhë? Mjaft më ngacmove, nuk ishte gjë madhe. Mark kështu tha në telefon. Më thuaj që se telefonove ditën tjetër, Zoe. Duhet të presësh 2 ditë pas një takimi për të telefonuar një djalë. E kam lexuar në një artikull reviste. Nuk e telefonova të nesërmen dhe mora qatë natë. Dua të them... Mirë, e di që nuk ngjan bukur, po mendoj se bëra mirë, sepse siç e dini, dua të them kur e telefonova ishte krejtësisht. Oh, hey zot! Shiko, edhe unë ç'kemi? Më vjen shumë keq që më zuri gjumi mbi ty sot, por kalova një çast vërtet të bukur. Faleminderit. Edhe ai tha, duhet të dalim sërish bashkë ndonjëherë. E shikoni? Dhe pastaj ai më tha siguro që ti je para se të filloj mësimi kendos në klasë të hënën. Mas! Zoe, bën mirë të nxitosh. Ops! Ai
ai do mendoj se jam idiote? Nëse s'po e mendon që tani. Shiko, besoj se kjo është pata e ti. Pik! Fitove! Formë e shkëlqyer, Mark. Vazhdo kështu dhe do të jesh në kampionatin kombëtar këtë vit. E fitova dhe këtë ndeshje. Me siguri Marku ka shumë fansa. S'më besohet, Zoj. Dëgjoj, unë jam shoqja jote, kështu që po ta them pa të lënduar se e prishe punën. Shpresoj të bësh ndonjë fotografi ose gjësend, sepse për ndryshe do të mbeten vetëm kujtimet e një kohe që ke dalë me Markun. Do të plakesh e do të thinjesh dhe do të mendosh gjërat e shkuara. Ha? Po më dëgjon? Çfarë po shikon? Asgjë. Zoj! Po do të mia të Markut? Ktheu këtu. Të kapa. Oh, Zoj? Çfarë? Jam mirë. Po si a dola? Zoe, zgjohu. Më duket se do të bjerë shi sot. Çfarë po thua kështu? Jashtë ka diell. Ke një orë që po zukat, Zoj. E di që zonja Malon është e mërzitshme, por ti nuk do që të flesh gjatë drekës apo jo? Erdhi koha për drekën? Dua pak qumësht, e dua. Ajo është frikacakis. S'më besoj sot në mëngjes mënyra se si qëndrove në këmbë. Po, mendova se ishe e pa shpresë. Po, e njëjta gjë, Meg. Dua të them, nuk e di se si e bëra. Pash që diçka po më vërsulej nga sipër me shpejtësi, mbylla sytë dhe vetëm Zoj? besoj se doha jashtë. Shihemi së shpejti. Zoj! Po çfarë dreqin po më ndodh mua sot? Seriozisht e kam. Gjithë pas dite nuk mund të rizgjuar edhe sot në mëngjes rrëzojmë dhe bie në këmbë, kurse më pas nuk e kuptoj, emocionojmë nga shikimi një peshku. Prit një sekondë. Ja ku qënge? Ç'kemi? Dëgjova për rënien tënde në palestër sot në mëngjes. Ishte tamam një rënje. Je mirë tani? Nuk e di se si ndodhi, por ulja në tokë ishte përkryer. Ha? Çfarë ke? Asgjë. Jam mirë. Je e sigurt? Ndoshta duhet të shkosh tek doktori. Mos u shqetëso për miau. Po kaloj një ditë keqe, vetëm kaq. Nuk është asgjë, sinqerisht. E po, mirë. Jam ende i mendimit se duhet të shkosh tek doktori. Mjaft folën për mua, si janë putrat e tua tani? Doja të thoja punët. Nuk e di se çfarë po më ndodh, nuk jam në vete. Besoj se po shndrojmë në një mace. Doja të thoja harova kapsen, shihemi më vonë. Zoi! Shi është ky? Wow, duket më tepër si shi. Nuk është çudi që macja s'donte të dilte sot. Ikim që këtu. Mirë, këtu filloi gjithçka. Më lër të ndjek edhe një herë gjurmët e mia. Isha ulur këtu në bar, duke pritur Markun, kurse më pas toka u drodh. Ishte një dritë dhe më pas. Dhe pastaj nuk e kuptova se përsëri më zuri gjumi kaq papritur. Unë nuk e di, çfarë më ndodhi të shtunën, Mark, mund të më thuash? Ndjeva diçka të çuditshme. Diçka po ndodh. Por ku? Prit, çfarë ishte? Ç'është kjo ndjesi? Pse më janë ngritur flokët prapa qafe? Zoi! Marku është? Ai qenka, sa i dashur. Duhet të jetë duke më ndjekur këtu. Zoi! Ku je ti? Ku je? Mark, prit, jam pikërisht. Po, si erdha deri këtu? Zoi! Pse u largua ashtu? Hë? Zoi? Ti je? Nga cila anë? Zoi!
Mark! Çfarë është ajo? Mark? Jo! Mark! Mark! Je mirë? Hapi syt. Gjithçka është në rregull, Zoe. Çfarë? Kush je ti? Çfarë do nga unë? Nga e di emrin tim? Duaj që të ndeshesh me atë miun mutant atje tej. Çfarë? Një mi? Pa ofendime, por je më e rëndë se ç'duhesh. Më lësho me një herë. Më thuaj kush je ti? Kam frikë se duhet të shqetësohesh më shumë për të. Mark! Duhet të ndeshesh me atë bishën, Zoe. Më lërë të ndihmoj. Ja dola sërisht. Zoe, këtu lart. Nuk isha i sigurt se të duaj kjo, por besoj se po. Është kristali i fuqisë. Kristali kujt? Kristali i fuqisë. Ki besim tek vetja. Ti ke aftësitë e duhura për ta bërë këtë. E di që është e vështirë për ta besuar, por ti ke instinktin e kafshëve. Fuqia e kristalit. Aktivizohu! Shumë mirë, Zoe! Një mi që ka pësuar mutacion. Ç'është kjo? Në rregull, afrohu tani Brejtës. Tani ti do të shfarosesh. S'më besoj që bëra. Mirë, besoj se kjo është pjesa ku flak tuti këtë gjën. Thuaj lam të mirë tani mutant. Stili mjau mjau, nuri mjau mjau. Në fytyrën tënde fuqia mjau mjau. Këmbana e luleshtrides. Fuqia e plot. Mund ta hash, miku im. Jo keq, Zoe! Ti madje odhe edhe një parull të një superheroine të vogël. Mark, zgjohu. Mirë, më duket se meritoj një shpjegim. Fol shpejt edhe tani. Sigurisht që të duhet një shpjegim, Zoe. Wesley, dhe do ta marrësh një në kohën e dur. Dhe mos u merakos shumë për shokun tënd. Do të bëhet mirë. Është vetëm pak i tronditur dhe kaq. E sa për ty, jeta jote nuk do jetë më si më parë. Je shumë e veçantë, Zoe. Mirë, faleminderit, por kush je ti? Jam i lumtur që u takua. Quhem Wesley J. Curlidge i treti. Dhe ky është partneri im Elliot, që nuk është edhe aq shumë i zotit. E dashur Zoe, është një nder i madh të jesh pranë teje. Jeni një zonjë e vërtet. Jam vërtet unë, dua të them. jani të shkojmë. Ku do të shkojmë? S'më ke thënë ende se ç'po ndodh. Çfarë ishte ai shndrimi në mace dhe ajo përleshja me përbindjen e madh mjau mjau dhe? Mos ki merak, Zoe, do ta zbulosh shumë shpejt.